Në emisionin e radhës në Boks Shëndeti, mjeku Luciano Bardhi foli për omega-3-shin, vlerat e shëndetshme të peshkut. Mjeku veçoi sardelet pasi ka nivel të lartë të acideve yndyrore. Kanë acide yndyrore esenciale, ku këtu futet omega-3. Omega-3-shin ne nuk e prodhojmë dot nga trupi. Omega-3-shi është një lëndë aq shumë e rëndësishme saqë pa të fëmijët nuk mësojnë dot, pa të nuk ka sistem dhe pa të nuk ka forcim të membranave qelizore. Sardelet e vogla kanë dhe protein të shëndetshme. Sardelet kanë selenium, koenzim Q10, kolin edhe zink. Vlera omega-3 quhet dhe vaj i trurit, përmirëson kujtesën dhe aftësinë e të folurit, u shpreh mjeku. Duke qenë se është vaj i trurit, ajo përpunon dhe përmirëson shëndetin e komunikimit të neuroneve me njëra tjetrën. Për trurin nga ana tjetër, përmirëson kujtesën, përmirëson aftësinë e të folurit. Pra përmirëson proceset motorike të fjalëve, përmirëson proceset e kujtesës apo të memorjes, zgjat apo zgjeron hipokampusin, redukton amigdalën, forcon disa trakte nervore të cilat quhen traktet fascikulo-mamilo-hipokampale, forcon dhe korteksin prefrontal, forcon qendrën kryesore vegetative hormonale e cila quhet hipotalamus, ku hipotalamusi ndodhet në pjesën e qendrës së trurit, sipër traktit ose ngjitur me traktin suprakiasmatik dhe sipër dhe drejt për drejt ose në mënyrë paralele me sinuset etmoidale ose sfenoidale.